Mirë se erdhët në kanalin tim të gatimit. Sot po përgatisim shish kebab të butë, me shumë shije dhe super të lehtë për të bërë. Le të fillojmë. Presim filetot të pulës në kubik të vegjël. Marinoj me krip, spec të kuq dhe piper. Hedhim të vaj ulliri. Presim shepët dhe specat në copa të përshtatshme për shish kebabët. Vendosim në shkopinj duke alternuar copat e pulës me specat dhe qepën. Temojmë të gjithë në shkopinj, i vendosim në zgarë të nxehur mirë dhe i pjekim nga të gjitha anët derisa pula të piqet plotësisht dhe të marrë një ngjyrë të artë. Kebabët tanë, të pjekur për mrekulli, të lëngshëm nga brenda dhe me një aromë fantastike nga zgara. Kjo është një recetë e thjeshtë, por plot shije, perfekte për drekë, darkë apo për të shijuar me familjen dhe miqt. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, do të doja shumë të më tregoni se si u doli. Ju bëf të mirë dhe shihemi në videon tjetër.